Kandidati për deputet i Partisë Socialiste në qarkun Kukës, Ali Allaçi, zhvilloi takim me banorët e lagjes së re të qytetit duke publikuar foto të takimit në rrjetin e tij social Facebook. Pata kënaqësinë të zhvilloi një takim me banorët e lagjes së re në Kukës, një lagje që nuk është thjesht pjesë e qytetit tonë, por edhe vendbanimi im prej vitesh. Si njëri prej tyre i njoh nga afër sfidat dhe nevojat që hasin çdo ditë, shkroi kandidati Allaçi. Ai paraqiti një plan konkret për zhvillimin e lagjes së re të qytetit. Sipas kandidatit Allaçi, gjatë bashkëbisedimit u theksuan dy çështje kryesore që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme. Asfaltimi i rrugës kryesore, ndërtimi i kanalizimeve për ujëra të zeza. Këto probleme nuk prekin vetëm infrastrukturën, por ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e jetesës së banorëve, në shëndetin publik dhe në zhvillimin e mëtejshëm të lagjes. Si banor i kësaj lagje dhe si përfaqësues i angazhuar për të ardhmen e Kukësit, kandidati i PS-s Allaçi premtoi se do të punojë me përkushtime për t'i dhënë zgjidhje konkrete këtyre problematikave. Kandidati Ali Allaçi ndërkohë ka zhvilluar takim elektoral edhe me banorët e lagjes Gostil. Gjatë bashkëbisedimit me banorët, ai u ndal tek shqetësimet e tyre të përditshme që lidhen kryesisht me rrugët dhe infrastrukturën, furnizimin me energji elektrike, ujin e pijshëm, kanalizimet e ujërave të zeza, problemet e tokave bujqësore ku shumë shpejt banorëve të kësaj zone, sipas kandidatit Allaçi, do të pajisen me certifikata pronësie. Së bashku do të punojmë për një të ardhmen më të mirë, shkroi në rrjetin e tij social kandidati i Partisë Socialiste për qarkun e Kukësit Ali Allaçi.